Në arkivat e fsheta të ish sigurimit të shtetit, në një dosje me vull të kuqe dhe shënimin sekret absolut, gjendet një urdhër i shkruar me dorë në vitin 1983. Në krye të dokumentit, me shkronja të trasha, lecohet emri, Kadri Roshi. Poshtë, me shkrim të shpejt dhe nervoz, dikush ka shnuar. Të monitorohet çdo hap, rrezik për regjimin, të izolohet nga publiku nëse është e nevojshme. Ky dokument u fsheh për 40 vjet. Askush nuk dinte se Nderi i Kombit, aktori që bënte të qante dhe të qeshte një kom të tërë, ishte në listën e zezë të pushtetit. Askush nuk e dinte se çdo fjalë që thoshte, çdo shaka që bënte, çdo takim që kishte, regjistrohej nga njerëz që ai konsideronte miq. Por pyetja që djeg edhe sot është kjo: kush e tradhtoi? Kush ishte ai që e shiti Nderin e Kombit për të shpëtuar veten? Dhe pse Kadri Roshi, njeriu që mishëronte vetë shpirtin shqiptar, u bë armik i fshehur i sistemit që ai vetë lavdëronte në skenë? Në fillim të viteve 80, Kadri Roshi nuk ishte thjesht një aktor. Ai ishte një ikon. Çdo shqiptar e njihte zërin e tij, buzëqeshjen e tij, mënyrën se si lëvizte në skenë sikur çdo gjest ishte një poezi. Kur ai hynte në teatrin kombëtar, salla mbushej plot. Njerëzit vinin nga fshatrat më të largëta, udhëtonin me orë të tëra vetëm për ta parë atë. Gratë e moshuara e cvanin djalin ton. Burrat e rinj donin të ishin si ai. Fëmijët mësonin monologët e tij përmendesh. Por ajo që publiku nuk e shihte, ishte bara që Kadri mbante mbi shpatulla. Çdo rol që luante, çdo fjalë që thoshte, duhej të kallonte nëpër filtrin e cenzurës. Çdo tekst kontrollohej nga Komiteti i Arteve, çdo shfaqje monitorohej nga njerëz të sigurimit që uleshin në radhët e para, veçononin çdo devijim nga skripti i miratuar. Kadri e dinte këtë. Ai e ndjente peshën e syve që e vëzhgonin, por ai vazhdonte të luante, sepse aktrimi ishte gjithçka që ai kishte. Ishte ajri që ai merrte frym. Ishte arsyeja pse ai zgjohet në mëngjes. Por në vitin 1982, diçka ndryshoi. Kadri filloi të bëhej më i heshtur. Kolegët e tij në teatr vunë re se ai nuk qeshte më si më parë. Ai mbërrinte në prova, luante rolin e tij me përsosmëri të ftohtë dhe largohej pa folur me askënd. Në pushimet e provave, ai rrinte vetëm, duke pirë kafe dhe duke shikuar nga dritarja. Një grimerese që punonte me të prej vitesh, thotë se një ditë e pa duke qarë në dhomën e tij të zhveshjes. Kur ajo e pyeti se çfarë kishte ndodhur, Kadri e fshiu shpejt fytyrën dhe tha: "Asgjë, motra ime, vetëm lodhje." Por sytë e tij tregonin një tjetër histori. Ato ishin sytë e një njeriu që kishte parë diçka që nuk duhej të shihte, që kishte dëgjuar diçka që nuk duhej të dëgjonte, dhe që tani jetonte me frikën se dikush e dinte se ai e dinte. Në atë kohë, Shqipëria ishte një vend ku muri kishte vesh, ku fqinxhi mund të ishte informator, ku edhe miku më i ngushtë mund të shiste për një copë buke ose për të shpëtuar familjen e tij. Kadri Roshi jetonte në këtë botë, dhe ai e dinte se çdo fjalë që thoshte mund të përdorej kundër tij. Por ajo që ai nuk e dinte ishte se dikush shumë afër tij, dikush që ai e besonte me jetën, tashmë kishte filluar të raportonte për të. Në dosjen e zezë të sigurimit ka raporte të shkruara me dorë, të nënshkruara me pseudonimin Miku Beznik. Në këto raporte përshkruhen bisedat private të Kadrit, mendimet e tij, dyshimet e tij. Raportohet se Kadri kishte shprehur pakënaqësi me disa vendime të regjimit, se ai kishte bërë shaka për udhëheqësit, se ai kishte thënë se arti po vdiste në peshën e propagandës. Këto ishin fjalë të rrezikshme, fjalë që mund të çonin në burg, ose më keq. Por kush ishte Miku Beznik? Kush ishte ai që e tradhtoi Kadri Roshin? Emri i tij nuk shfaqet në dosje, por ka indicje. Ka detaje të vogla që tregojnë se ky person ishte shumë afër Kadrit. Ai dinte gjëra që vetëm një mik i ngushtë mund t'i dinte. Ai dinte se Kadri kishte probleme në martesë, se ai pinte më shumë se zakonisht, se ai kishte filluar të dyshonte në njerëzit përreth tij, dhe më e rëndësishmja, ai dinte se Kadri kishte filluar të mbante një ditar. Një ditar ku ai shkruante mendimet e tij të vërteta, mendimet që ai nuk mund t'i thoshte me zë të lartë. Ky ditar u bë objektivi kryesor i sigurimit. Në një raport të datës 25 shkurt 1983, Miku Beznik shkruan: "Subjekti vazhdon të shkruajë në ditar. Duhet të sigurohet ky ditar me çdo kusht. Përmbajtja e tij mund të jetë dënim për të." Por sigurimi nuk arriti kurrë ta marrë atë ditar, sepse Kadri me një instinkt të çuditshëm e kishte fshehur atë diku ku askush nuk mund ta gjente, ose të paktën kështu mendonte ai. Në skenë, Kadri vazhdonte të ishte Nderi i Kombit. Ai luante me të njëjtën pasion, me të njëjtën forcë, por ata që e njihnin mirë, shihnin se diçka kishte ndryshuar. Lëvizjet e tij ishin më të ngurta. Zëri i tij ndonjëherë dridhej, dhe sytë e tij
Ato sy që dikush shkëlqenin me jetë, tani kishin një hije të errët, një hije thrike, një hije dyshimi. Kadri po bëhej paranojak. Ai filloi të shmang takimet shoqërore. Ai nuk shkonte më në kafene me kolegët. Ai nuk shtonte më miq në shtëpi. Ai jetonte në një izolim të vetë krijuar, duke u përpjekur të mbrojë veten nga armiq që ai nuk i shihte, por i ndjente kudo. Dhe sa më shumë ai tërhiqej, aq më shumë sigurimi e shtrëngonte lakun. Raportet bëheshin më të shpeshra, monitorimi u intensifikua, dhe në dosjen e tij u shtua një shënim i ri, i shkruar me shkronja të kuqe. Rrezik i lartë, të merren masa. Por cilat masa? Çfarë planifikonte sigurimi për Kadri Roshin? Dhe a e dinte Kadri se sa afër ishte fundi? Në dimrin e vitit 1983, Kadri Roshi mori një rol të ri. Një rol që do të ishte më i rëndësishëm i karrierës së tij, ose më i fundit. Ishte një dramë historike, një shfaqje që lavdëronte rezistencën shqiptare. Kadri do të luante heroin kryesor, një luftar që sakrifikonte gjithçka për atë deun. Ishte një rol që dukej i përsosur për të, por ajo që Kadri nuk e dinte, ishte se ky rol ishte një kurth i ngritur nga vetë sigurimi. Sepse në atë shfaqje kishte një skenë ku heroi duhej të thoshte një monolog të gjatë për besnikrinë ndaj udhëheqësit. Dhe sigurimi donte të shihte nëse Kadri do ta thoshte atë monolog me bindje, ose nëse ai do të tradhtonte veten me një hezitim, me një dridhje në zë, me një shikim që tregonte se ai nuk besonte në fjalët që thoshte. Provat filluan në janar. Kadri erdhi çdo ditë, mësoi tekstin, punoi me regjisoren, por ai ishte i heshtur. Ai nuk bënte shaka si më parë, ai nuk diskutonte interpretimin e rolit, ai thjesht luante. Dhe çdo ditë, në radhën e parë të sallës së provave, ulej një burr me pallto gri. Ai nuk fliste kurrë, ai vetëm shikonte, veshënonte. Kadri e vuri re atë burr, dhe ai e kuptoi se çfarë po ndodhte. Ai e kuptoi se ai po vëzgohej, se çdo fjalë, çdo gjest, çdo frymëmarrje e tij po analizohej, dhe ai e kuptoi se ai ishte në rrezik. Por çfarë mund të bënte? Nëse ai largohej nga shfaqja, do të ishte një akt i hapur i rebelimit. Nëse ai qëndronte, do të duhej të luante llojin e tyre, të thoshte fjalët që ata donin të dëgjonin, të shtirej se ai besonte, të shtirej se ai ishte ende nderi i kombit që ata kishin krijuar. Dhe kështu, Kadri Roshi hyri në skenën më të rrezikshme të jetës së tij, jo në teatrin kombëtar, por në teatrin e frikës, të gënjeshtrës, të mbijetesës. Ai duhej të luante rolin e jetës së tij, jo për publikun, por për ata që mbanin në duar fatin e tij. Por a mund të luante ai këtë rol? A mund të mashtronte ai ata që e njihnin më mirë se ai vetë? Apo a do të bëhej ai viktima e parë e skenës që ai vetë kishte ndërtuar? Nata e premierës erdhi në shkurt 1983. Teatri kombëtar ishte plot deri në frymëmarrje. Çdo vend ishte zënë. Njerëz qëndronin në këmbë në korridore. Jashtë qindra të tjerë prisnin të shihnin nëse do të hapeshin vende të reja. Kadri Roshi ishte në vëmën e tij të zhveshjes duke u përgatitur. Ai shikonte veten në pasqyrë. Fytyra e tij ishte e bardhë nga grimi, sytë e tij ishin të thellë, të lodhur. Ai mori një frymë të thellë dhe pastaj dikush trokiti në derë. Ishte një burr që Kadri nuk e kishte parë kurrë më parë. Ai hyri pa pritur përgjigje, mbili derën pas tij dhe tha: "Shok Roshi, kam një mesazh për ju nga shokët e komitetit. Ata janë shumë të interesuar për shfaqjen e sotme. Ata presin që ju të jeni në nivelin tuaj më të lartë, sepse sytë e gjithë kombit janë mbi ju." Kadri e shikoi atë burr dhe ai e kuptoi se ky nuk ishte një inkurajim, ishte një kërcënim. Burri doli. Kadri mbeti vetëm. Dhe për një moment ai mendoi të mos dilte në skenë, të largohej nga dera e pasme, të zhdukej në errësirë. Por ku mund të shkonte? Në Shqipërinë e vitit 1983 nuk ishte vend për të fshehur. Kur Kadri doli në skenë, publiku shpërtheu në duar trokitje. Ata e donin atë, ata besonin në të. Por Kadri nuk i shihte ata. Ai shihte vetëm burrin me pallto gri në radhën e parë, dhe ai shihte dy burra të tjerë të ulur në anët e sallës që nuk duar trokisnin, që vetëm vëzhgonin. Shfaqja filloi. Kadri luajti. Ai tha fjalët që duhej të thoshte. Ai bëri gjeste që duhej të bënte. Por diçka ishte e gabuar. Zëri i tij nuk ishte të njëjtën forcë. Lëvizjet e tij nuk ishin të njëjtën siguri. Dhe kur erdhi momenti i monologut të famshëm, monologu për besnikrinë ndaj udhëheqësit, Kadri ndaloi. Vetëm për një sekond. Një sekond heshtje që dukej si një përjetësi. Publiku e vuri re. Aktorët e tjerë në skenë e vunë re, dhe burrat që vëzhgonin e vunë re. Kadri e kuptoi se ai kishte bërë një gabim. Ai vazhdoi shpejt, tha fjalët, përfundoi monologun. Por dëmi ishte bërë. Ai kishte treguar dyshim, ai kishte treguar frikë. Dhe në botën ku ai jetonte, kjo ishte një mëkat i pafallshëm.
Pas shfaqjes, Kadri u kthye në domen e tij të zhveshjes. Ai priste të vinte dikush, të thoshte diçka, por askush nuk erdhi. Kolegët e tij e përgëzuan, po shpejt u larguan. Askush nuk qëndroi të pinte me të, si zakonisht. Askush nuk bëri shaka. Kadri mbeti vetëm. Ai hoqi grimin, hoqi kostumin dhe u vesh me rrobat e tij të zakonshme. Kur ai doli nga teatri ishte vonë, rrugët ishin bosh, vetëm disa lamba rrugë ndriconin errësirën. Kadri filloi të ecte drejt shtëpisë, por pas disa minutash ai ndieu se dikush po e ndiqte. Ai u kthye, nuk pa askënd, por ai e ndjente. Ai e dinte se dikush ishte atje në errësirë duke e vëzguar. Ai përshpejtoi hapin, zemra e tij rrahte fort. Ai arriti në shtëpi, hapi derën me duar të driduara, hyri brenda dhe mbili derën pas tij. Ai u mbështet në derë duke marrë frymëtell dhe pastaj ai dëgjoi një zhurmë nga dhoma e tij e gjumit. Dikush ishte brenda. Kadri e qri ngadalë drejt dhomës. Ai hapi derën dhe pa dy burra duke kërkuar në përsirtarët e tij. Ata nuk u habitën kur e pan. Njëri prej tyre tha: "Shok Roshi, ne jemi këtu me urdhër të sigurimit, po kërkojmë disa materiale që mund të jenë të rrezikshme për sigurinë e shtetit. Ju lutemi, mos na pengoni." Kadri nuk tha asgjë. Ai vetëm qëndroi atje duke i parë ata duke shkatëruar dhomen e tij. Ata hapën çdo sirtar, çdo dollap, çdo kuti. Ata lexuan letrat e tij, shikuan fotografitë e tij, morën disa libra, por ata nuk gjetën atë që kërkonin. Ata nuk gjetën ditarin. Sepse Kadri e kishte fshehur atë diku ku askush nuk do të mendonte të kërkonte. Pas një ore, burrat u larguan. Ata nuk than asgjë tjetër, ata vetëm dollën, duke lënë Kadrin të qëndronte në mes të dhomës së tij të shkatëruar. Dhe Kadri e kuptoi se kjo ishte vetëm fillimi, se ata do të ktheheshin, se ata nuk do të pushonin derisa ta gjenin atë që kërkonin, ose derisa ta shkatëronin atë. Ditët që pasuan ishin një ferr. Kadri shkoi në prova, por ai nuk mund të përqendrohej. Ai harronte replika, ai bënte gabime. Regjisoria qortoi, por me një ton që nuk ishte i zakonshëm. Ishte një ton i ftohtë, i largët, sikur edhe ai kishte marrë urdhër të mos ishte shumë i afërt me Kadrin. Kolegët e tij filluan të shmangën biseda me të. Në pushimet e provave, ata mblidheshin në grupe, por Kadri nuk ftoi. Ai ishte bërë një paria, një njeri i shënuar. Dhe të gjithë e dinin se të ishe afër një njeriu të shënuar ishte rrezikshme, mund të shënonte edhe ty. Kadri filloi të pinte më shumë. Ai blinte raki nga dyqani i lagjes dhe e pinte vetëm në shtëpi. Ai nuk flinte, ai rrinte zgjuar natën duke dëgjuar çdo zhurmë, duke pritur që derat hapej përsëri. Ve çdo mëngjes, ai shikonte nga dritarja dhe shihte një makinë të parkuar përballë shtëpisë së tij. Një makinë me dy burra brenda, që vetëm u leshin atje dhe vëzgonin. Një ditë, Kadri mori një vendim. Ai duhej të fliste me dikënd. Ai duhej të gjente ndihmë. Ai mendoi për miqtë e tij të vjetër. Por kë mund të besonte? Kush nuk ishte informator? Kush nuk do ta tradhtonte? Ai mendoi për një njeri, një mik nga fëmiria. Një njeri që ai e kishte njohur para se të bëhej i famshëm, para se të hynte në këtë botë të gënjeshtrës dhe frikës. Ai vendosi ta takonte atë njeri. Ai shkoi në shtëpinë e tij pa lajmëruar. Ai trokiti në derë. Miku hapi. Ai u habit kur pa Kadrin, por ai e ftoi brenda. Ata ulen në dhomën e ndenjes. Kadri filloi të fliste. Ai tregoi gjithçka, për dosjen, për monitorimin, për burrat që kishin hyrë në shtëpinë e tij. Ai tregoi për frikën që ai ndjente çdo ditë. Dhe ai e pyeti mikun: "Çfarë duhet të bëj? Si mund të shpëtoj?" Miku e dëgjoi në heshtje dhe pastaj ai tha: "Kadri, ti duhet të jesh i kujdesshëm. Këto janë kohë të vështira, por nëse ti nuk e bër asgjë të gabuar, nuk e pse të kesh frikë. Vetëm qëndroj i qetë dhe mos fol për këto gjëra me askën tjetër." Kadri e shikoi mikun dhe ai pa diçka në sytë e tij, diçka që nuk ishte atje më parë. Ishte një shkëndijë e frikës, ose ishte diçka më e keqe. Ishte faj. Kadri u ngrit dhe u largua. Ai nuk tha asgjë tjetër, por ndërsa ai ecte në rrugë, ai e kuptoi se ai kishte bërë një gabim tjetër. Ai kishte folur me personin e gabuar, dhe tani ai ishte edhe më i rrezikuar. Sepse nëse ai mik ishte miku beznik, atëherë sigurimi tani e dinte se Kadri ishte i vetëdijshëm për monitorimin, dhe kjo do të thotë se ata do të merrnin masa më drastike. Kadri arriti në shtëpi, ai hyri brenda, dhe ai, pas e diçka kishte ndryshuar, dritarja e dhomës së gjumit ishte e hapur. Ai ishte i sigurt se e kishte mbyllur atë në mëngjes. Ai shkoi në dhomë, dhe ai, pas e ditari i tij nuk ishte më në vendin ku e kishte fshehur, ai kërkoi kudo, por ai nuk e gjeti. Dikush e kishte marrë, dikush e kishte gjetur.
Dhe tani, çdo mendim i tij, çdo dyshim i tij, çdo fjalë që ai kishte shkruar në ato faqe ishte në duart e sigurimit. Kadri u ul në dysheme, ai nuk qau, ai vetëm qëndroi atje duke shikuar në mur, dhe ai e kuptoi se loja kishte mbaruar, se ai kishte humbur, se tani e vetmja pyetje ishte, çfarë do të bënin ata me të? Në dosjen e zezë të Kadri Roshit ka një dokument i datës 10 mars 1983. Është një raport i shkruar nga Miku Besnik. Në të shkruhet: Subjekti ka humbur kontrollin. Ai po bëhet paranojak dhe i parashikueshëm. Ditari është siguruar. Përmbajtja e tij konfirmon dyshimet tona. Subjekti ka shprehur mendime antishtërore dhe ka kritikuar udhëheqjen. Rekomandoj masa të menjëhershme për neutralizimin e tij para se të bëhet një problem publik. Ky raport u lehtësua nga zyrtarët e lartë të sigurimit dhe ata vendosën: Kadri Roshi duhet të hiqej nga skena, jo me burgim, sepse kjo do të bënte shumë zhurmë, jo me ekzekutim, sepse ai ishte shumë i dashur nga populli, por me diçka më të butë, më të heshtur. Ai duhet të shkatërrohej nga brenda, ai duhet të humbas mendjen, të humbas besimin e publikut, të bëhej një hije e atij që kishte qenë. Dhe kështu filloi faza e fundit e operacionit kundër Kadri Roshit. Në javët që pasuan, Kadri filloi të marrë telefonata të çuditshme. Në mes të natës, telefoni i tij binte. Kur ai përgjigjej, askush nuk fliste, vetëm heshtje, dhe pastaj Linja shkëputej. Kjo ndodhte çdo natë. Kadri nuk mund të flinte. Ai u bë i lodhur, i shkatërruar. Në prova, ai nuk mund të përqendrohej. Ai harronte replika që ai kishte mësuar prej vitesh. Ai bënte gabime që një aktor fillestar nuk do t'i bënte. Regjisori filloi të shqetësohej. Ai thiri Kadrin në zyrën e tij dhe i tha: Kadri, çfarë po ndodh me ty? Ti nuk je vetja jote. Nëse ke probleme, duhet të flasësh me dikënd. Nëse ke nevojë për pushim, mund të marrim një zëvendës për disa shfaqje. Por Kadri nuk donte pushim, ai donte të punonte, sepse puna ishte e vetmja gjë që mbante atë të lidhur me realitetin, e vetmja gjë që i jepte një arsye për të vazhduar. Por edhe kjo po i hiqej. Një ditë, Kadri arriti në teatr dhe gjeti një njoftim në tabelen e lajmërimeve. Shkruante: Për shkak të problemeve shëndetësore, Shok Kadri Roshi do të zëvendësohet në rolin kryesor të shfaqjes Heroi i Kombit nga Shok Petrit Mallaj. Kadri nuk mund ta besonte. Ai nuk kishte probleme shëndetësore. Askush nuk e kishte pyetur. Askush nuk i kishte thënë asgjë. Ai shkoi te regjisori. Ai kërkoi shpjegime. Regjisori e shikoi me një shprehje të trishtuar dhe tha: Kadri, ky vendim erdhi nga lart. Unë nuk mund të bëj asgjë. Më vjen keq. Kadri e kuptoi se kjo ishte pjesë e planit. Ata po e largonin nga skena. Ata po e shkatëronin karrierën e tij dhe ai nuk mund të bënte asgjë për ta ndaluar. Kadri filloi të pinte edhe më shumë. Ai nuk dilte më nga shtëpia. Ai nuk takonte më askënd. Ai jetonte në një botë të tij të mbushur me frikë dhe paranoj. Ai filloi të fliste vetëm. Ai shihte hije në çdo cep. Ai dëgjonte zëra që nuk ekzistonin. Fqinjet e tij filluan të shqetësoheshin. Ata dëgjonin britma nga shtëpia e tij në mes të natës. Ata shihnin drita që ndizeshin dhe fikeshin në orë të çuditshme, por askush nuk shkoi ta kontrollonte, sepse të gjithë e dinin se Kadri Roshi ishte një njeri i shënuar, dhe askush nuk donte të përfshihej. Një natë, Kadri u zgjua nga një ëndër e tmerrshme. Ai kishte ndërruar se ai ishte në skenë, duke luajtur para një sale të mbushur. Por kur ai shikoi publikun, ai pas se të gjithë kishin fytyra të njëjta, fytyra të burrit me pallto gri, dhe ata të gjithë e shikonin me sy të ftohtë të pajet. Kadri u ngrit nga shtrati. Ai ishte i lagur me djers. Ai shkoi në kuzhinë dhe hapi një shishe raki. Ai piu drejt për drejt nga shishja dhe pastaj ai dëgjoi një trokitje në derë. Ishte ora 3 të mëngjesit. Kush mund të ishte? Kadri shkoi te dera. Ai pyeti: "Kush është?" Por askush nuk përgjigjej. Trokitja vazhdoi, më fort, më këmbëngullse. Kadri hapi derën dhe nuk pa askënd. Rruga ishte bosh, por në tokë para derës së tij kishte një zarf. Kadri e mori zarfin, ai hyri brenda dhe e hapi. Brenda kishte një letër. Në letër shkruante me shkronja të prera nga gazeta: "Ne e dim gjithçka, ne e kemi ditarin, ne e dim se çfarë mendon, dhe ne do të të ndëshkojmë, jo sot, jo nesër, por kur ti më pak e pret. Do kur ajo ditë të vi, ti do të dëshirosh të mos ishe lindur kurrë." Kadri lexoi letrën disa herë. Duart e tij dridheshin. Ai e dinte se kjo nuk ishte një shaka. Kjo ishte një kërcënim real. Dhe ai e dinte se ata nuk po blufonin. Ata kishin fuqinë, ata kishin mjetet, dhe ata kishin vendosur se ai duhej të vuante. Por pse? Çfarë kishte bërë ai që ishte aq e tmerrshme? Ai kishte shkruar mendimet e tij në një ditar.
A i kishte dyshuar në sistem, a i kishte bërë shaka për udhëheqësit, a ishin këto mjaft për ta shkatëruar një njeri? Në Shqipërinë e vitit 1983, përgjigja ishte po, sepse në atë vend, në atë kohë, mendimi i lirë ishte krimi më i madh, dhe Kadri Roshi po pagonte çmimin për atë krim. Në muajt që pasuan, Kadri u bë një fantazm. Ai nuk shkonte më në teatr, ai nuk dilte më në rrugë, ai jetonte në errësirë duke pirë dhe duke pritur që dera të hapej, që ata të vinin, që gjithçka të mbaronte. Por ata nuk erdhën, sepse kjo ishte pjesë e torturës. Ata donin që ai të vuante, që ai të jetonte në frikë, që ai të humbas mendjen. Dhe ata po arrinin. Kadri po humbas mendjen. Ai po bëhej një hije e atij që kishte qenë. Nderi i kombit po vdiste, jo nga një plumb, jo nga një litar, por nga frika, nga izolimi, nga tradhtia e atyre që ai kishte besuar. Dhe pyetja që mbetet edhe sot është kjo: kush ishte Miku Besnik? Kush ishte ai që tradhtoi Kadri Roshin? Emri i tij nuk është zbuluar kurrë. Dosja mbetet e vullosur, por ka njerëz që thonë se ata e dinë. Ka njerëz që thonë se ai njeri jeton ende, se ai ecën në rrugët e Tiranës me kokën ullur, duke mbajtur një sekret që djeg çdo ditë. Dhe ka njerëz që thonë se një ditë e vërteta do të dalë, se dosja do të hapet, se emri do të zbulohet, dhe atë ditë Miku Besnik do të përballet me gjykimin e historisë. Por deri atëherë, historia e Kadri Roshit mbetet një histori e paplot. Një histori e tradhtisë, e frikës, dhe një njeriu që u shkatërrua nga sistemi që ai kishte shërbyer me gjithë zemër. Në një apartament të vogël në lagjen e vjetër të Tiranës, në një dollap të fshehur pas një paneli druri, ruhet ende një kuti metalike e ndryshkur. Brenda saj, të mbështjella me një copë pëllhure të verdhur nga koha, gjenden 28 letra të shkruara me dorë të dridhur. Janë letra dashurie, por jo çdo lloj dashurie. Janë letra që Kadri Roshi i shkruante një gruaje që zyrtarisht nuk ekzistonte në jetën e tij. Një grua që ai e takonte në fshehtësi, larg syve të sigurimit, larg syve të bashkëshortes së tij, larg syve të botës. Në njërin prej këtyre letrave, të datuar 10 prill 1932, Kadri shkruan: Dashuria ime, ti je vetmi arsye pse unë ende besoj se ka diçka të pastër në këtë botë të ndyrë. Por ata po më afrohen, unë ndjej, dhe kam frikë se një ditë ata do të gjejnë ty. Dhe atëherë, edhe ti do të bëhesh viktime kësaj makine që gëlltit gjithçka që prek. Kjo grua ishte Lule Kadriu, një pianiste e re që punonte në Filharmoninë e Tiranës. Ajo ishte 20 vjet më e re se Kadri, dhe ajo ishte e martuar me një oficer të lartë të sigurimit. Kjo lidhje ndaluar ishte bomba që sigurimi po priste të shpërthente, sepse nëse kjo do të zbulohej publikisht, Kadri nuk do të ishte më nderi i kombit. Ai do të ishte një mashtrues, një njeri i pabindur, një shembull i keq për rinin, dhe kjo do të ishte shkatërimi i tij përfundimtar. Por si e zbuloi sigurimi këtë sekret? Si arriti Miku Besnik të mësonte për Lulen? Përgjigja gjendet në një raport të datës 15 maj 1982. Në të shkruhet: subjekti u vure duke dalë nga një apartament në rrugën Kavajës në orën 23:30. Apartamenti i përket shtetases Lule Kadriu, bashkëshorte e shokut kapiten Arben Kadriu nga drejtoria e sigurimit. Subjekti qëndroi brenda për 2 orë gjysmë. Kjo është hera e 5 që ai viziton këtë adresë në muajin e fundit. Rekomandoj vëzhgjim të intensifikuar dhe mundësi për përdorimin e kësaj informacioni si lev presioni. Ky raport nuk ishte shkruar nga një spiun i rastësishëm, a ishte shkruar nga dikush që e njihte mirë lëvizjen e Kadrit. Dikush që e dinte se kur ai thoshte se po shkonte në provë, në të vërtet po shkonte te Lule. Dikush që e kishte ndjekur atë natë pas nate, duke shënuar çdo hap, çdo takim, çdo puthje të vjedhur në errësirë. Kadri nuk e dinte se çdo moment i lumturisë që ai gjente me Lulen po regjistrohej. Ai nuk e dinte se çdo fjalë dashurie që ai po shpërinte asaj, po dëgjohej nga vesh të tjerë, sepse apartamenti ku ata takoheshin nuk ishte i rastësishëm. Ai ishte zgjedhur me qëllim nga vetë sigurimi. Muret kishin mikrofona, tavani kishte një kamerë të fshehur pas një ventilatori. Dhe çdo gjë që ndodhte brenda atyre mureve po dokumentohej, po ruhet, po përgatitej për të përdorur kundër tij në momentin e duhur. Lule nuk e dinte asgjë. Ajo mendonte se ajo dhe Kadri ishin të sigurt. Ajo mendonte se dashuria e tyre ishte një sekret i bukur që vetëm ata e ndanin. Por në të vërtet, ajo ishte një kurt i ngritur me kujdes, me durim, me mizori. Në qershor të vitit 1982, Lule mbeti shtatson. Ajo ja tha Kadrit një mbrëmje, ndërsa ata u leshin në errësirë në atë apartament të mallkuar. Kadri e përqafoi, ai qau, jo nga gëzimi, por nga frika.
sepse ai e dinte se ky fëmijë nuk mund të linte. Ai e dinte se nëse kjo do të zbulohej, të dy do të shkatëroheshin. Lule do të humbas gjithçka. Bashkëshorti i saj, oficeri i sigurimit, do ta vriste atë, ose më keq, do ta dërgonte në një kamp pune. Dhe Kadri do të humbas jo vetëm karrierën, por edhe jetën. Ai tha Lules se ajo duhet të ndërpriste shtatsnin. Lule qau, ajo nuk donte, por ajo e kuptoi se nuk kishte zgjedhje. Dhe kështu, në një klinik të fshetë, në një dhomë të errët dhe të ftohtë, Lule humbi fëmijën që ajo dhe Kadri nuk do ta shihnin kurrë. Por edhe kjo u regjistrua, edhe kjo u raportua. Në dosjen e zezë të Kadri Roshit, ka një dokument që përshkruan këtë incident me detaje të tmerrshme. Ai përshkruan se si Kadri shoqëroi Lule në klinik, se si ai priti jashtë duke pirë raki nga një shishe të mbështjellë me letër gazete, se si ai qau kur Lule doli, e bardhë si dëbora, duke u mbështetur në muret e korridorit. Dhe ai përshkruan se si kur ata u kthyen në apartament, Kadri ull në dysheme dhe tha: "Unë jam një njeri i mirë, unë nuk mund të mbroj as gruan që dua, unë nuk mund të mbroj as fëmijën tim, çfarë lloj njeriu jam unë?" Këto fjalë, të thëna në një moment dhimbjeje të thellë, u përdorën kundër tij. Ato u interpretuan si shenja të dobësisë morale dhe humbje të besimit në vlerat socialiste. Pas kësaj, Kadri u largua nga Lule, jo sepse nuk e donte më, por sepse ai donte ta mbrojë atë. Ai e dinte se sa më afër të ishte ai me të, aq më e madhe ishte rreziku për ta. Ai shkroi një letër të fundit në të shkruante: "Dashuria ime, unë duhet të largohem, jo sepse nuk të dua, por sepse të dua shumë. Ata po më shkatërrojnë, dhe nëse unë qëndroj pranë teje, ata do të shkatërrojnë edhe ty. Kjo është lamtumira ime, kjo është sakrifika ime, dhe kjo është dhimbja që unë do ta mbaj deri në ditën e fundit të jetës sime." Lule mori këtë letër, ajo i lexoi dhe ajo e kuptoi. Ajo nuk u përpoq ta kontaktonte Kadrin përsëri. Ajo jetoi me dhimbjen e saj në heshtje, dhe vite më vonë kur Kadri vdiq, ajo shkoi në varrin e tij dhe la një tufë me trëndafila të kuq. Pas një kartë, pas një emër, vetëm Lule, sepse ajo ishte e vetmja gjë që ajo mund t'i jepte atij tani. Por kush e raportoi këtë histori? Kush ishte ai që e dinte për Lulen? Kush ishte ai që ndoqi Kadrin natë pas nate? Në dosie emri i raportuesit nuk shfaqet, por ka një detaj të vogël që mund të jap një indicje. Në fund të çdo raporti për takimet me Lulen ka një shënim. Informacioni konfirmuar nga burimi B23. Burimi B23 ishte një kod që përdori për një informator të veçantë, një informator që kishte qasje të drejtë për drejtë në jetën private të Kadrit. Dhe sipas disa dokumenteve të tjera që janë zbuluar vite më vonë, burimi B23 ishte një person që punonte në teatrin kombëtar, një person që Kadri e konsideronte mik, një person që hante me të, pinte me të, qeshte me të, dhe që në të njëjtën kohë e shiste atë për një pagë mujore prej 500 lekësh. Një shumë që në atë kohë ishte sa paga një punëtori të thjesht për një muaj të tërë. A mund të ishte ky person miku besnik? A mund të ishte ai që e traftoi Kadrin jo vetëm për para, por edhe për të shpëtuar veten? Sepse në atë kohë të refuzoje të bashkëpunoje me sigurimin ishte vetvrasje. Nëse sigurimi të kërkonte të raportoje për dikënd, ti nuk mund të thoje jo. Nëse ti thoje jo, ti bëheshe vetë objektiv, ti bëheshe viktima e radhës. Dhe kështu, shumë njerëz zgjodhen të trahtojnë për të mbijetuar. Ata trahtuan miq, familjarët, kolegët, ata trahtuan njerëzit që donin, sepse kjo ishte e vetmja mënyrë për të vazhduar të jetonin në atë ferë. Po çfarë ndodhi me Lulen? Si vazhdoi jeta e saj pas ndarjes nga Kadri? Sipas dëshmive të njerëzve që e njihnin, Lule nuk ishte më e njëjta. Ajo vazhdoi të punonte në filharmoni, por ajo nuk luante më me të njëjtën pasion. Duart e saj lëviznin mbi qelësat e pianos, por muzika që dilte ishte e ftohtë e largët. Ajo ishte si një robot që krente një detyrë, por pa shpirt. Bashkëshorti i saj, oficeri i sigurimit, nuk e dinte asgjë për lidhjen e saj me Kadrin, ose të paktën ai shtirej se nuk e dinte, sepse nëse ai do ta dinte, ai do të duhej të vepronte. Dhe veprimi do të thotë skandal, dhe skandali do të thotë fundi karrierës së tij. Kështu që ai zgjodhi të mos shoh, të mos dëgjoj, të jetoj në një gënjeshtër të rehatshme. Lule vdiq në vitin 1998. Ajo u gjetë e vdekur në apartamentin e saj. Shkaku zyrtar i vdekjes ishte dështimi i zemrës, por ata që e njihnin thonë se ajo vdiq nga një zemër e tyer, se ajo nuk arriti kur të kapërcente humbjen e Kadrit, se ajo jetoi me një dhimbje që e hëngri nga brenda, ditë pas dite, vit pas viti, derisa trupi i saj nuk mundi më. Dhe kur ajo vdiq, askush nuk foli për të, askush nuk shkroi për të. Ajo u varros në heshtje, si shumë të tjerë që ishin viktimata asaj kohe. Por historia e saj
Historia e dashurisë së saj të ndaluar me Kadri Roshin mbeti e fshehur në ato letra që ajo ruajti deri në fund. Letra që tani gjenden në atë kuti metalike, në atë dollap të fshehur, duke pritur që dikush t'i gjejë dhe t'i tregoj botës se çfarë ndodhi vërtet. A e dini ju se sa njerëz jetuan me sekrete të tilla në atë kohë? Sa dashuri u shkatërrua nga frika? Sa jetë u cyen nga sistemi që pretendonte se po ndërtonte një shoqëri të re, të drejtë, të lumtur? Në arkivat e Ministrisë së Brendshme, në një dosie me etiketën Operacioni Hije, gjendet një plan i detajuar për shkatërimin psikologjik të Kadri Roshit. Plani është hartuar në korrik të vitit 1983 dhe mban nënshkrimin e 3 zyrtarëve të lartë të sigurimit. Në faqen e parë, me shkronja të kuqe, shkruhet: Objektivi: neutralizimi i subjektit pa përdorimin e masave fizike. Metoda: izolim social, presion psikologjik, shkatërimi reputacionit, krijimi paranoje së thellë. Kohë zgjatja: 6 muaj deri në 1 vit. Rezultati i pritur: humbje e aftësisë për të punuar, humbje e besimit publik, mundësi e lartë për shkatërim vetjak. Ky dokument është një dëshmi e ftohtë e përllogaritur e mizorshme e asaj se si një shtet mund të shkatërrojë një njeri pa e prekur fizikisht. Është një manual i torturës psikologjike dhe Kadri Roshi ishte subjekti i tij. Faza e parë e operacionit filloi me izolimin social. Sigurimi dërgoi udhëzime të fshehta te të gjithë kolegët e Kadrit në teatrin kombëtar. Udhëzimet ishin të qarta: të shmanget kontakti i tepërt me shokun Roshi, të mos ftohet në takime shoqërore, të mos diskutohen me të çështje të ndjeshme. Çdo bisedë me të duhet të jetë formale dhe e shkurtër. Këto udhëzime nuk u dhanë me shkrim, ato u përcollën gojë për gojë nga zyrtar të sigurimit që vizituan teatrin dhe folën privatisht me çdo aktor, çdo regjisor, çdo teknik. Dhe njerëzit u bindën, jo sepse ata donin të tradhtojnë Kadrin, por sepse ata kishin frikë. Sepse ata e dinin se nëse nuk bindeshin, ata do të bëheshin objektivat e radhës. Kadri e vuri re ndryshimin menjëherë. Kolegët që më pare përshëndesnin me ngrohtësi, tani vetëm i bënin me kokë nga larg. Miqtë që më pare ftonin për kafe, tani gjenin justifikime për të mos qëndruar. Në pushimet e provave, kur ai hynte në dhomën e pushimit, bisedat ndaleshin. Njerëzit shikonin në orë, në mure, kudo përveç në sytë e tij, dhe pastaj, me justifikime të shpejta, ata largoheshin. Kadri mbetej vetëm, duke pirë kafen e tij të ftohtë, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë kishte bërë gabim. Por ai nuk kishte bërë asgjë gabim. Ai thjesht ishte bërë një paria, një njeri që të gjithë e shikonin, por askush nuk donte të prekej. Faza e dytë ishte presioni ekonomik. Kadri filloi të marrë më pak role. Shfaqjet ku ai ishte aktori kryesor u anulluan pa shpjegim. Ai u zëvendësua me aktorë të tjerë, më të rinj, më pak të njohur. Kur ai pjeste pse i thonin: "Vendimi i komitetit, ne nuk mund të bëjmë asgjë." Të ardhurat e tij filluan të bien. Ai që më parë fitonte sa 3 paga të zakonshme, tani merrte vetëm pagën bazë, dhe kjo pagë nuk ishte mjaftueshme për të mbajtur familjen. Bashkëshortja e tij filloi të ankohej. Ajo pjeste: "Çfarë po ndodh? Pse nuk po punon më? A ke bërë diçka të gabuar?" Kadri nuk mund t'i thoshte të vërtetën. Ai nuk mund t'i thoshte se ai ishte në nsulm, se ai po shkatërrohej me qëllim. Sepse nëse ai do ta thoshte këtë, ajo do të kishte edhe më shumë frikë, dhe frika do ta shkatërronte edhe atë. Faza e tretë ishte shpërndarja thashe temeve. Sigurimi filloi të përhap zëra për Kadrin. Zëra se ai pinte shumë, se ai kishte probleme mendore, se ai ishte bërë i pabesueshëm, se ai kishte pasur lidhje të papërshtatshme me gra të tjera. Këto zëra u përhapën shpejt, në kafene, në treg, në autobus, njerëzit filluan të flisnin për Kadri Roshin. E dëgjove për Kadrin, thonë se i ka humbur mendjen. Thonë se ish bërë alkolist. Thonë se i ka tradhtuar gruan. Askush nuk e dinte nga vinin këto zëra, por të gjithë i besonin, sepse kur një zë përsëritet mjaftueshëm, ai bëhet e vërtet në mendjet e njerëzve, edhe nëse nuk ka asnjë provë. Kadri filloi të dëgjonte këto zëra. Njerëz që ai nuk i njihte e shikonin në rrugë dhe po shpëritnin. Fëmijë që më pari kërkonin autograf, tani largoheshin kur e shihnin. Mjedit ai shkoi në një dyqan për të bler bukë. Shitësja, një grua e moshuar që ai e njihte prej vitesh, e shikoi me një shprehje të ftohtë dhe tha: "Nuk kam bukë për ty sot." Kadri u habit. "Por unë shoh bukë në raft," tha ai. Gruaja përsëriti: "Nuk kam bukë për ty." Kadri e kuptoi se kjo nuk ishte për bukën. Kjo ishte një mesazh se ai nuk ishte më i mirëpritur, se ai ishte bërë një njeri pa dëshiruar. Ai doli nga dyqani pa thënë asgjë.
Vea I ekri në rrugë, duke ndjerë sute njerëzve mbita, duke dëgjuar përshpëritjet, duke jetuar në një ferë që bëi më I madh çdo ditë. Por pjesa më e tmeshme e operacionit ishte faza e katërt, krijimi I paranojës. Sigurimi filloi të linte shenja të vogla që kadri ishte në vëzhgim. Gjëra të vogla, por të mjaftueshme për ta bërë atë të dyshonte në gjithçka. Një ditë ai gjeti derën e shtëpisë së tij të hapur, edhe pse ai ishte I sigurt se e kishte mbyllur. Një ditë tjetër, ai gjeti një cigare të ndezur në tavë, edhe pse ai nuk pinte cigare. Një ditë tjetër, ai gjeti një fotografi të tij në sirtarinë e tavolinës, një fotografi që ai nuk e kishte vendosur atje. Këto gjëra të vogla e bën kadrin të mendonte se dikush po hynte në shtëpinë e tij, se dikush po e vëzhgonte, se dikush po luante me mendjen e tij. Ai filloi të kontrollonte çdo gjë. Ai vendoste fije floku në dyer për të parë nëse dikush I hapte. Ai shënonte pozicionin e çdo objekti në shtëpi për të parë nëse dikush I lëvizte. Ai nuk flinte më. Ai rrinte zgjuar natën, duke dëgjuar çdo zhurmë, duke pritur që dikush të vinte. Dhe kjo mungesë gjumi e bëri atë edhe më të dobët. Ai filloi të shohë gjëra që nuk ishin atje. Ai filloi të dëgjonte zëra. Ai filloi të besonte se muret po e dëgjonin, se pasqirat po e shikonin, se edhe ajri që ai merrte frym po analizohej nga dikush diku. Bashkëshortja e tij u friksua. Ajo e pa atë duke u shkatëruar para syve të saj. Ajo u përpok ta ndihmonte, por ai nuk I besonte më as asaj. Ai mendonte se edhe ajo mund të ishte pjesë e komplotit. Ai e pyeste: "Apo më spionon ti, apo raporton për mua?" Ajo çante dhe thoshte: "Kadri, çfarë po të ndodh? Ti po humb mendjen." Dhe ndoshta ai po e humbte. Ndoshta kjo ishte pikërisht ajo që sigurimi donte. Ta bënte atë të humbte mendjen, ta bënte atë të bëje një shembull për të tjerët. Një shembull se çfarë ndodh kur ti dyshon në sistem, kur ti mendon jashtë kufive të lejuar, kur ti guxon të jesh I ndryshëm. Në dosjen Operacioni Hije ka një raport të datës 10 tetor 1983. Në të shkruhet: subjekti po tregon shenja të qarta të shkatërimit psikologjik. Ai ka humbur peshë, nuk fle, nuk ha rregullisht. Ai po bëhet paranojak dhe I paparashikueshëm. Kolegët raportojnë se ai flet vetëm dhe ka shpërtime emocionale. Bashkëshortja e tij ka kërkuar ndihmë mjekësore për të. Operacioni po ecën sipas planit. Rekomandoi vazhdimin e presionit për 3 muaj të tjerë, pas së cilës subjekti do të jetë plotësisht I neutralizuar. Ky raport u lehtësua dhe u miratua, dhe operacioni vazhdoi. Kadri Roshi vazhdoi të shkatërohej, ditë pas dite, javë pas jave, derisa I u bë një hije e atij që kishte qenë. Derisa nderi I kombit u bë një njeri I tyer, I friksuar, I vetmuar. Por edhe në këtë errësirë, kadri gjeti një mënyrë për të rezistuar. Ai filloi të shkruante përsëri. Jo në ditar, sepse ai e dinte se ditari ishte marrë, por në copa letre të vogla që ai fshite në vende të ndryshme, ai shkruante mendimet e tij, dhimbjen e tij, frikën e tij. Ai shkruante për lulen, për dashurinë e humbur, për fëmijën që nuk lindi kurrë. Ai shkruante për tradhtin, për miqt që u bën armiq, për sistemin që e gëlltiti. Dhe ai shkruante me një shpresë të vogël se një ditë dikush do t'i gjente këto letra, dikush do t'i lexonte, dikush do ta dinte të vërtetën. Ai gjeti dikush ato letra? A ekzistojnë ato ende diku të fshehura duke pritur të zbulohen? Apo u dogjen ato, u shkatërruan, u fshin nga historia si shumë gjëra të tjera nga ajo kohë e errët? Në dhjetor të vitit 1983, Kadri Roshi mori një ftesë të pazakontë. Ishte një ftesë për të marrë pjesë në një mbledhje të veçantë në selinë e Komitetit të Arteve. Ftesa erdhi me një makinë zyrtare që e priti para shtëpisë së tij në orën 8 të mëngjesit. 2 burra me kostume të zeza dollën nga makina dhe trokitën në derë. Kur Kadri hapi, njëri prej tyre tha: "Shok Roshi, ju jeni ftuar për një takim të rëndësishëm. Ju lutemi, ejani me ne." Kadri pyeti: "Çfarë takimi? Kush më ka ftuar?" Por burrat nuk përgjigjen. Ata vetëm pritën. Kadri e kuptoi se ai nuk ishte zgjedhje. Ai u vesh me rrobat më të mira që kishte, një kostum të vjetër që ai e mbante për raste të veçanta dhe u ul në makinë. Udhtimi ishte I heshtur. Burrat nuk folën. Kadri shikonte nga dritarja duke parë rrugët e Tiranës që kallonin. Ai u përposhte të qetësoi, por zemra e tij rrahte fort. Ai nuk e dinte se çfarë e priste. A ishte kjo fundi? Apo e çonin për të arrestuar? Apo ishte diçka tjetër? Makina ndaloi para një ndërtese të madhe, një ndërtese që Kadri e njihte. Ishte selia e Komitetit Qendror. Vendi ku merreshin vendimet më të rëndësishme të vendit, vendi ku fati I njerëzve vendosej me një nënshkrim, me një vulë, me një fjalë. Kadri u shoqërua brenda. Ai kalloi nëpër korridore të gjata me mure të lyer me ngjyrë jeshile të zbehtë. Dyert e zyrave ishin të mbyllura, nuk ishte zhurmë, vetëm hapat e tyre që jehonin në heshtje.
Ata arritën para një dere të madhe druri, njëri prej burrave trokiti, një zë nga brenda tha, hyni. Dera u hap, Kadri hyri, dhe ajo që ai pa e bëri atë të ngrinte. Në një tavolinë të gjatë u leshën 5 burra, të gjithë me kostume të zeza, të gjithë me fytyra të ftohta, të palvishme. Në krye të tavolinës u lej një burr që Kadri e njihte nga fotografit. Ishte një nga antarët e biros politike, një nga njerëzit më të fuqishëm të vendit. Burri i bëri shenjë Kadrit të ulej. Kadri u ul në një karrige përballë tyre. Ai ndjente sytë e tyre mbi të, duke analizuar, duke e gjykuar. Burri në krye të tavolinës foli. Shok Roshi, ju jeni thirrur këtu sepse ka shqetësime për sjelljen tuaj. Ka raporte se ju keni shprehur mendime të papërshtatshme, se ju keni pasur kontakte të dyshimta, se ju keni treguar shenja të mosbesimit ndaj udhëheqjes së partisë. Këto janë akuza të rënda, dhe ne duam t'ju dëgjojmë. Çfarë keni për të thënë? Kadri nuk e dinte se çfarë të thoshte. Ai e dinte se çdo fjalë që ai do të thoshte mund të përdorej kundër tij. Ai e dinte se kjo nuk ishte një bisedë, kjo ishte një gjykim, dhe ai ishte tashmë i dënuar. Ai mori frymë dhe tha, shok, unë nuk kam bërë asgjë kundër partisë. Unë kam shërbyer këtë vend me gjithë zemër. Unë kam luajtur në skenë për të edukuar popullin, për të forcuar besimin në sistemin ton. Nëse ka pasur keqkuptime, unë jam i gatshëm t'i sqaroj. Burri në krye të tavolinës e shikoi me një shprehje të ftohtë dhe tha, keqkuptime? Shok Roshi, ne kemi prova. Ne kemi raporte të detajuara për veprimtarinë tuaj. Ne e dim për lidhjen tuaj me gruan e një oficeri të sigurimit. Ne e dim për ditarin tuaj, ku ju keni shtruar gjëra që janë në kundërshtim me vlerat tona. Ne e dim gjithçka. Kadri ndjeu se doma po rrotullohej. Ai nuk mund të merrte frymë. Ata e dinin gjithçka, çdo sekret, çdo gabim, çdo moment dobësie. Burri vazhdoi. Por ne nuk jemi këtu për t'ju dënuar. Ne jemi këtu për t'ju dhënë një mundësi. Një mundësi për t'u shpëtuar. Ju mund të vazhdoni të punoni. Ju mund të vazhdoni të jeni nderi i kombit, por me një kusht. Ju duhet të bashkëpunoni me ne. Ju duhet të na ndihmoni të identifikojmë elemente të tjerë të dyshimtë në teatrin kombëtar. Ju duhet të raportoni për kolegët tuaj, për bisedat e tyre, për mendimet e tyre. Ju duhet të bëheni syt dhe veshët tanë. Kadri e shikoi atë burr dhe ai e kuptoi se kjo ishte zgjedhja, ose të bëhej tradhtar, ose të shkatërrohej, ose të shiste miqtë e tij, ose të humbas gjithçka. Ai tha, unë nuk mund ta bëj këtë. Unë nuk mund të trajtoj njerëzit që punoj me ta. Ata janë miqtë e mi. Burri në krye të tavolinës u përqesh. Ishte një buzëqeshje e ftohtë pa ngrohtësi. Miqtë tuaj, tha ai. Shok Roshi, ju nuk keni miq, ju keni vetëm njerëz që ju përdorin. Ashtu si ne po ju përdorim, ashtu si ju keni përdorur të tjerët. Kjo është bota ku ne jetojmë, dhe sa më shpejt ta kuptoni këtë, aq më mirë për ju. Ai bëri një pauzë dhe pastaj shtoi. Ju keni një javë për të menduar. Pas një jave, ne do t'ju thrasim përsëri, dhe ju do të na jepni përgjigjen tuaj. Nëse përgjigja është po, ju do të vazhdoni jetën tuaj. Nëse përgjigja është jo, ju do të përballeni me pasojat. Dhe pasojat nuk do të jenë të këndshme. Kadri u ngrit. Ai donte të thoshte diçka, por fjalet nuk dilnin. Ai u kthjet hedolin nga thoma. Burrat e shoqëruan përsëri në makinë. Ata e çuan në shtëpi dhe kur ai zbriti, njëri prej tyre tha: "Një javë, shok Roshi, mos e harroni." Makina u largua. Kadri mbeti në rrugë duke shikuar pas saj. Ai ndjente se këmbët e tij nuk e mbanin. Ai hyri në shtëpi. Bashkëshorti i tij e pyeti: "Ku ishe? Çfarë ndodhi?" Por Kadri nuk përgjigjej. Ai shkoi në dhomën e tij, u mbyll brenda dhe ul në dysheme. Ai qëndroi atje për orë të tëra duke menduar, duke u përpjekur të gjente një rrugdalje, por nuk ishte rrugdalje. Ai ishte në një kurth. Dhe sa më shumë ai mendonte, aq më shumë ai e kuptonte se ai ishte i humbur. Në atë javë, Kadri nuk hëngri. Ai nuk foli me askënd. Ai vetëm ecte nëpër shtëpi si një fantazm. Bashkëshortja e tij u friksua. Ajo t'i rri një mjek. Mjeku erdhi e ekzaminoi Kadrin dhe tha: "Ai ka nevojë për pushim. Ai është në një gjendje të rëndë nervore. Nëse kjo vazhdon, ai mund të ketë një krizë." Por Kadri nuk donte pushim. Ai donte të zhdukej. Ai donte të mos ekzistonte më, sepse ekzistenca e tij ishte bërë një torturë. Në fund të javës, makina erdhi përsëri. Burrat trokitën në derë. Kadri doli. Ai u ul në makinë pa thënë asgjë. Ata e çuan përsëri në të njëjtën ndërtesë, në të njëjtën dom. Burrat ishin atje duke pritur. Burri në krye të tavolinës pyeti: "Shok Roshi, a keni marrë vendimin tuaj?" Kadri e shikoi dhe ai tha: "Po, unë do të bashkëpunoj." Burri buzëqeshi: "Vendimi mencur." "U ndërkryuv 24:30 u ndërkryuv," tha ai. "U ndërkryuv 24:40 u ndërkryuv. Ju do të merrni udhëzime të detajuara për atë që duhet të bëni,
Dhe kujtoni, çdo gjë që ju raportoni do të jetë konfidenciale. Askush nuk do ta di se ju jeni burimi. Ju do të vazhdoni të jeni nderi i kombit dhe ne do të jemi miqtë tuaj të fshehtë. Por Kadri e dinte se ata nuk ishin miq, ata ishin zotëruesit e tij, dhe ai sapo ishte bërë sklavi i tyre. Ai sapo kishte shitur shpirtin e tij për të mbijetuar. Dhe kjo ishte humbja më e madhe e jetës së tij, jo humbja e karrierës, jo humbja e dashurisë, por humbja e vetes. Humbja e njeriu që ai kishte qenë, dhe ktimi në diçka që ai urrente, një tradhtar, një spiun, një mjet në duart e atyre që ai kishte frikë. A mund të jetonte ai me këtë vendim? A mund të shikonte ai veten në pasqyrë pas kësaj? Apo a do të gjente ai një mënyrë për të shpëtuar kësaj feri që ai vetë kishte pranuar? Në një zyrë padritare, në katin e tretë të drejtorisë së sigurimit, ruhet një kasafort e vjetër me kod që vetëm 3 persona e dinë. Brenda saj, në një zarf të vullosur me 2 litë të kuq, gjendet një listë me 26 emra. Janë emrat e aktorëve, regjisorëve, shkrimtarëve që punojnë në teatrin kombëtar. Pranë çdo emri me shkrim dore të holl janë shënuar detaje të vogla. Pije shumë raki, ka probleme martesore, leson libra të ndaluar, bën shaka për udhëheqjen. Në krye të kësaj liste, me shkronja më të mëdha se të tjerat shkruhet: Burimi Kadri Roshi, data e rekrutimit 10 vjetor 1983. Ky dokument është dëshmia më e ftohtë e rënies së një njeriu, sepse Kadri Roshi, nderi i kombit, njeriu që një kombitër e donte dhe e respektonte, tani ishte bërë ajo që ai më shumë urrente, një informator i sigurimit. Por çfarë detyroi atë të pranonte këtë rol? A ishte vetëm frika? Apo kishte diçka më të thellë, më të errët, që e shtyu atë të tradhtonte gjithçka që ai besonte? Javët e para pas pranimit ishin një fer i ri për Kadrin. Çdo të hënë, në orën 5 pasdite, ai duhej të shkonte në një apartament të vogël në lagjen e bllokut. Apartamenti ishte i zbrazët, me vetëm një tavolinë, 2 karrige dhe një dritare me perde të trasha që nuk lejonte askënd të shihte brenda. Atje e priste një burr që Kadri nuk e njihte emrin. Ai e thëriste vetëm Shoku Petro. Burri ishte në të 50-tat, me flok gri dhe sy të ftohtë si akulli. Ai ulej përballë Kadrit dhe thoshte: "Trego, çfarë ke dëgjuar këtë javë?" Dhe Kadri duhej të fliste. Ai duhej të tregonte për bisedat që kishte dëgjuar në teatr, për shakat që kolegët bënin, për ankesat që ata shprehnin, për gjithçka që mund të interpretohej si dyshim ndaj sistemit. Në fillim, Kadri u përposhtë të jepte informacione të parëndësishme. Ai tregonte gjëra të vogla, të paqëndrueshme, që nuk mund t'i dëmtonin askënd. Por Shoku Petro nuk ishte budalla. Ai e shikonte Kadrin me ato sy të ftohtë dhe thoshte: "Shok Roshi, ne nuk jemi këtu për të dëgjuar tashe teme. Ne duam fakte, ne duam emra, ne duam prova. Nëse ju nuk na jepni atë që kërkojmë, atëherë marrëveshja jon mbaron, dhe ju e dini se çfarë do të thotë kjo." Kadri e dinte, kjo do të thoshte fund, kjo do të thoshte shkatëzim, kjo do të thoshte se dosja e tij do të hapej dhe gjithçka që ai kishte bërë, çdo sekret që ai kishte mbajtur, do të bëhej publik. Dhe kështu, ai filloi të jepte më shumë. Ai filloi të tregonte për biseda reale, për njerëz që kishin shprehur pakënaqësi, për kolegë që kishin kritikuar vendimet e Komitetit të Arteve. Çdo raport që Kadri jepte, shkruhej me kujdes nda Shoku Petro. Çdo emër që ai përmendej shënohej në një fletore të vogël me kopertinë të zezë. Dhe çdo javë, kur Kadri dilte nga ai apartament, ai ndjente se një pjesë e shpirtit të tij kishte vdekur. Ai ecte në rrugët e Tiranës duke parë njerëzit që kalonin dhe ai mendonte: apo raportoj edhe për ta? Apo bëhem unë arsyeja pse dikush do të arrestohet nesër? Kjo pyetje hante nga brenda, por ai nuk mund të ndalonte, sepse nëse ai ndalonte, ai do të ishte ai që do të arrestohej. Një ditë, në shkurt të vitit 1984, Kadri ishte në provë për një shfaqje të re. Ishte një komedi e lehtë, një shfaqje që duhej të bënte njerëzit të qeshnin dhe të harronin problemet e tyre. Në pushimin e provës, Kadri shkoi në dhomën e pushimit për të pirë ujë. Atje gjeti 2 kolegë, Agim Qiriakon dhe Margarita Xhepën, duke biseduar në një cep. Ata nuk e vënë re Kadrin që hyri. Agimi po thoshte: "Unë nuk e kuptoj pse ne duhet të luajmë këtë role boshe. Ku është arti i vërtet? Ku është kritika sociale? Ne jemi bërë kukulla që thon vetëm atë që na urdhërojnë." Margarita ju përgjigj: "Hesht Agim, nëse dikush të dëgjon, do të kesh probleme." Por Agimi vazhdoi: "Më mirë të kem probleme se sa të jetoj si një gënjeshtar. Unë dua të luaj role që kanë kuptim, jo këto propagandë të lira."
Kadri ngriti, a I du heshte dilte, temos degjon teme, por kembete teti njuk levizonin. A I qëndroj atje duke dëgjuar, ve kur Agimi dhe Margarita e pan, ata pushuan së foluri me njëherë. Agimi tha, Kadri, sa ko je këtu? Kadri u përpoq të buzëqeshte. Sa po hyra, erdha për ujë. Por ai e dinte se ata nuk e besonin, dhe ai e dinte se tani ai kishte një zgjedhje. Ai mund të harronte atë që kishte dëgjuar, ose ai mund të raportonte. Dhe nëse ai nuk e raportonte, Dhe kjo te 180. shoku Petro kjo te 181 e mësonte nga dikush tjetër. Atëherë Kadri do të akuzohej për fshehje të informacionit, dhe kjo do të ishte edhe më e keqe. Atë të hënë, kur Kadri shkoi në apartamentin e zakonshëm, ai I tregoi shokut Petro për bisedën e Agjimit. Ai tha emrin, ai përsëriti fjalët, ai dha çdo detaj, dhe ndërsa ai fliste, ai shihte se shoku Petro shkruante me një shpejtësi të çuditshme, sikur çdo fjalë ishte arr. Kur Kadri mbaroi, shoku Petro I shikoi dhe tha, "Shumë mirë, shok Roshi. Ky është lloji I informacionit që ne kërkojmë. Vazhdoni kështu." Kadri u koi te në shtep jatë mbrem, jethenu kjengri darkë. A jumbi lëne domaneti det kjendro, në në rëresire. A I e dinte se ai sapo kishte shkatëruar jetën e Agjimit. A I e dinte se brenda pak ditësh, Agjimi do të thërritet, do të pyetet, do të presionet, dhe ndoshta do të largohet nga teatri, ose më keq. Dhe kështu ndodhi. Pas 2 javësh, Agim Qiriako u largua nga teatri kombëtar. Arsyeja zyrtare ishte mos përputhje me linjën ideologjike të institucionit. Por të gjithë e dinin se kjo do të thoshte se ai kishte bërë diçka të gabuar. Askush nuk pyeti se çfarë, askush nuk foli për të. Agimi thjesht duku, dhe Kadri, çdo herë që kallonte nga vendi ku Agimi u lej më parë, ndjente një peshë në gjoks që e bënte të mos meshte dot frym. Ai kishte tradhtuar një mik, ai kishte shkatëruar një jetë, dhe ai duhet jetonte me këtë faj çdo ditë. Por kjo ishte vetëm fillimi, sepse sa më shumë Kadri raportonte, as më shumë shoku Petro kërkonte. Ai donte më shumë emra, më shumë detaje, më shumë prova. Dhe Kadri, I kapur në këtë rjetë që ai vetë kishte pranuar, nuk ishte zgjedhje veç se të vazhdonte. Ai u bë një makinë raportimi. Ai dëgjonte çdo bisedë, ai vëzhgonte çdo gjest, ai shënonte çdo fjalë që mund të interpretohej si dushim. Dhe çdo javë ai shkonte në atë apartament dhe e zbrazte veten. Ai jepte gjithçka që kishte mbledhur, dhe çdo herë një pjesë e tij vdiste. Kolegët e tij filluan ta vinin re. Ata vunë re se Kadri ishte bërë më I heshtur, se ai nuk qeshte më, se ai nuk bashkohej në biseda. Ata filluan ta shmangnin edhe më shumë, jo vetëm sepse ai ishte I shënuar, por sepse kishte diçka në sytë e tij që I bënte të ndiheshin të pasigurt. Kishte një ftohtësi, një largësi që nuk ishte atje më parë, dhe disa prej tyre filluan të dyshonin. Ata filluan të përshpritnin, a mos vallë Kadri po punon për ta? Por askush nuk guxonte ta toshte me zë të lartë, sepse nëse ti akuzoje dikën se ishte informator dhe ti gaboheshe, ti do të ishe ai që do të ndëshkohej. Një natë, Kadri u zgjua nga një ëndër e tmerrshme. Ai kishte ndërruar se ai ishte në skenë duke luajtur para një sale plot, por kur ai shikoi publikun, ai pa se të gjithë kishin fiturat e njerëzve që ai kishte tradhtuar, Agjimi ishte atje, Margarita ishte atje, Lule ishte atje, dhe të gjithë e shikonin me sy plot urrejtje. Ata nuk duar trokishnin, ata vetëm qëndronin atje në heshtje duke e gjykuar. Dhe pastaj njëri prej tyre ngrihet dhe thot: "Ti je tradhtari, ti je ai që na shkatërroi." Dhe të gjithë të tjerët filluan të përsërisnin: "Tradhtar, tradhtar, tradhtar." Kadri u zgjua duke u litur. Ai ishte I lagur me djers. Bashkëshortja e tij u zgjua dhe e pyeti: "Çfarë ndodhi?" Por Kadri nuk mund t'i thoshte. Ai nuk mund t'i tregonte asaj se çfarë ai po bënte. Ai vetëm tha: "Një ëndër e keqe, asgjë më shumë." Por nuk ishte vetëm një ëndër. Ishte e vërteta që ai jetonte çdo ditë. Ishte realiteti që ai nuk mund ta shpëtonte. Dhe sa më shumë ai mendonte për këtë, aq më shumë ai e kuptonte se ai kishte humbur gjithçka. Ai kishte humbur respektin e vetes, ai kishte humbur nderin, ai kishte humbur shpirtin. Ai ishte bërë ajo që ai më shumë urrente dhe nuk kishte kthim mbrapa. A mund të jetonte ai me këtë barë? A mund të vazhdonte ai të shikonte në pasqyrë dhe të shihte njeriun që ai ishte bërë? Apo a do të gjente ai një mënyrë për t'i dhënë fund kësaj torturë që ai vetë kishte pranuar? Në mars të vitit 1984, Kadri Roshi filloi të ndryshonte në mënyrë të dukshme. Trupi I tij që dikur ishte I fortë dhe I shëndetshëm, tani po dobësohej me shpejtësi shqetësuese. Ai kishte humbur peshë. Fiturën e kishte të verdhur, me rrath të thellë nën sy. Duart I dridheshin kur ai përpiqej të mbante një fillshan kafe.
Kolegët që ende guxonin të flisnin me të e pyesnin: "Kadri, a je mirë? Duket sikur je sëmur." Por ai vetëm buzëqeshte dobët dhe thoshte: "Jam mirë, vetëm pak i lodhur." Por e vërteta ishte se ai nuk ishte mirë. Ai po shkatërrohej nga brenda, jo vetëm nga faji që ai mbante, por edhe nga diçka tjetër. Diçka që ai nuk mund t'ia thoshte askujt. Një mbrëmje pas një prove të gjatë, Kadri u kthye në shtëpi dhe gjeti një zarf të bardhë në nder. Nuk ishte asnjë shënim në të. Ai e hapi me duar të driduara. Brenda kishte një letër të shkruar me makinë shkrimi. Në letër shkruante: "Ne e dim se çfarë po bën. Ne e dim se ti po raporton për ne, dhe ne nuk do ta lejojmë këtë. Nëse ti vazhdon, do të paguash çmimin. Jo vetëm ti, por edhe familja jote. Kjo është paralajmërimi i fundit." Letra nuk ishte e nënshkruar, por mesazhi ishte i qartë. Dikush e dinte, dikush kishte zbuluar se Kadri ishte informator. Dhe tani, ai ishte në rrezik në të dyja anët, nga sigurimi nëse ai ndallonte së raportuari, dhe nga ata që ai po tradhtonte nëse ai vazhdonte. Kadri u ul në dysheme dhe mbajti letrën me duar të driduara. Ai nuk e dinte se çfarë të bënte. Nëse ai tregonte shokut Petro për këtë letër, ata do të intensifikonin presionin, do të kërkonin të dinin kush e kishte dërguar, dhe Kadri do të detyrojë të dyshonte në të gjithë, të akuzonte të gjithë. Por nëse ai nuk e tregonte dhe diçka ndodhte, ai do të akuzojë për fshehje. Ai ishte në një kurth që po shtrëngoi nga të gjitha anët dhe nuk kishte rrugdalje. Atë natë, Kadri nuk foli me bashorten e tij. Ai u mbill në dhomën e tij dhe qëndroi atje deri në mëngjes. Ai mendoi për gjithçka që kishte ndodhur, për mënyrën se si jeta e tij kishte shkatëruar, për mënyrën se si ai kishte kaluar nga nderi i kombit në një tratar të friksuar që jetonte në errësirë. Dhe ai mendoi për një zgjidhje që ai kishte shmangur deri tani, një zgjidhje që do të jepte fund gjithçkaje, që do ta çlironte nga kjo torturë. Por a kishte ai guximin për ta bërë? Ditët që pasuan ishin edhe më të vështira. Kadri shkoi në takimin e tij të zakonshëm me shokun Petro. Ai nuk i tregoi për letrën kërcënuese. Ai vetëm dha raportin e tij të zakonshëm, me emra dhe detaje. Por shoku Petro e vuri re se diçka kishte ndryshuar. Ai e shikoi Kadrin me vëmendje dhe tha: "Shok Roshi, ju nuk dukeni mirë. A ka ndodhur diçka?" Kadri tundi kokën. "Jo, gjithçka është në rregull." Por shoku Petro nuk ishte i bindur. Ai tha: "Kujtoni shok Roshi se ju keni një përgjegjësi ndaj nesh. Nëse ka diçka që ju shqetëson, ju duhet të na e thoni. Ne jemi këtu për t'ju mbrojtur. Por vetëm nëse ju jeni të sinqert me ne." Kadri doli nga i takim, duke ndjerë se muret po i mbylleshin. Ai eqri në rrugët e Tiranës pa destinacion. Ai kaloi pranë teatrit kombëtar, vendi ku ai kishte kaluar vitet më të mira të jetës së tij. Vendi ku ai kishte qenë i lumtur, vendi ku ai kishte ndjerë se ai kishte një qëllim. Tani, ai nuk mund as të hynte atje pa ndjerë një dhimbje në gjoks. Ai qëndroi para ndërtesës, duke shikuar drejt dyerve të mëdha, dhe ai kujtoi ditët kur publiku e duartrokiste, kur njerëzit e donin, kur ai ishte dikush. Tani, ai nuk ishte askush. Ai ishte vetëm një hije, një fantazm që ecte në përjet pa qëllim. Një ditë, në prill të vitit 1984, Kadri mori një vendim. Ai shkoi në një dyqan dhe bleu një shishe raki të fortë. Ai e çoi në shtëpi dhe e fshiu në një dollap. Ai nuk e piu atë ditë, as ditën tjetër. Ai vetëm e mbajti atje, duke ditur se ajo ishte një opsion, një rrugdalje, një mënyrë për t'i dhënë fund gjithçkaje. Dhe çdo ditë që kallonte, ai mendonte më shumë për atë shishe, për atë që ajo përfaqësonte, për lirinë që ajo mund t'i jepte. Por diçka e ndalloi, diçka e vogël por e fuqishme. Ishte një kujtim i një dite kur ai ishte fëmijë, duke luajtur në rrugët e Tiranës me miqtë e tij. Ata qeshnin, vraponin, ishin të lumtur. Dhe ai kujtoi se si nëna e tij e thirri për të ngrënë drek, dhe si ai u kthye në shtëpi, duke ndjerë se ai ishte i dashur, se ai kishte një vend në këtë botë, se ai ishte i rëndësishëm. Ky kujtim kaq i thjeshtë, kaq i largët, e bëri Kadrin të qante, sepse ai e kuptoi se ai kishte humbur atë ndjenjë. Ai nuk ndjente më se ishte i dashur, ai nuk ndjente më se kishte një vend, ai ndjente vetëm frikë, faj dhe vetmi. Dhe atëherë ai vendosi. Ai nuk do ta pinte atë raki, ai nuk do t'i jepte fund jetës së tij. Jo sepse ai donte të jetonte, por sepse ai donte të gjente një mënyrë për të shpërblyer. Ai donte të gjente një mënyrë për të ndaluar atë që ai po bënte, për të shpëtuar të paktën disa nga njerëzit që ai kishte tradhtuar, për të bërë diçka të mirë para se të ishte shumë vonë. Por si mund të shpëtonte ai kur ai vetë ishte i kapur në rrjet? Një mbrëmje, Kadri shkoi në shtëpinë e një kolegje të vjetër, Vera Grabockan.
Vera ishte një aktore e moshuar që kishte punuar me Kadrin për vite të tëra. Ajo ishte një grua e urtë, e fortë, që kishte jetuar në për shumë vështirësi. Kadri i trokiti në derë, Vera hapi dhe u habit kur e pa. Kadri, tha ajo, çfarë të sjell këtu? Kadri tha, Vera, unë kam nevojë të flas me dikënd, dhe ti je vetmja që unë besoj. Vera e ftoi brenda. Ata ulën në domën e ndenjes dhe Kadri filloi të fliste. Ai tregoi gjithçka, për presionin e sigurimit, për zgjedhjen që ai kishte bërë, për tradhtin që ai kishte kryer, për fajin që ai mbante. Ai qau ndërsa fliste, dhe Vera i dëgjoi në heshtje. Kur Kadri mbaroi, Vera qëndroi e heshtur për një kohë të gjatë. Pastaj ajo tha, Kadri, ti ke bërë një gabim të madh, por ti nuk je i pari, dhe nuk do të jesh i fundit. Shumë njerëz kanë qenë në pozitën tënde. Shumë kanë zgjedhur të tradhtojnë për të mbijetuar. Por tani ti ke një zgjedhje tjetër. Ti mund të vazhdosh në këtë rrugë dhe të shkatërohesh plotësisht, ose ti mund të gjesh një mënyrë për të ndaluar, për të thënë jo, edhe nëse kjo do të thotë fund për ty. Kadri e shikoi. Por si mund të them jo kur ata kanë gjithçka kundër meje? Vera tha, ti nuk mund të fitosh kundër tyre, por ti mund të zgjedhësh të mos luash më llojin e tyre. Ti mund të zgjedhësh të ruash atë që të ka mbetur nga dinjiteti yt, edhe nëse kjo do të thotë sakrificë. Kadri u kthie në shtëpi atë natë me një ndjenjë të re. Nuk ishte shpresë, por ishte diçka. Ishte një vendosmëri e vogël. Një vendosmëri për të mos vazhduar më, për të thënë jo, për të përballuar pasojat, cila do që të ishin. Dhe ai e dinte se pasojat do të ishin të tmeshme, por ai e dinte edhe se nëse ai vazhdonte, ai do të humbte gjithçka që kishte mbetur nga shpirti i tij. Dhe kjo do të ishte edhe më keqe se çdo dënim që sigurimi mund të jepte. A do të kishte ai guximin për ta bërë këtë? A do të mund të qëndronte ai përballë shokut Petro dhe të thoshte, unë nuk do të vazhdoj më? Apo a do të thyhej ai përsëri, siç ishte thyer aq shumë herë më parë? Në maj të vitit 1984, Kadri Roshi shkoi për herë të fundit në apartamentin ku ai takoi me shokun Petro. Ishte një ditë e ngjehtë pranvere. Dieli po dilte rrugët e Tiranës. Kadri eqri ngadalë duke ndier çdo hap si një barr. Ai arriti në ndërtesë, u ngjit në shkallë dhe trokiti në derë. Shoku Petro hapi. Ai e shikoi Kadrin dhe tha, hyni. Kadri hyri. Ai u ul në karrigen e zakonshme. Por këtë herë, ai nuk nxori asnjë shënim, ai nuk ishte asgjë për të raportuar. Shoku Petro e vuri re. Ai tha, Shoko Roshi, ku janë raportet tuaja? Kadri e shikoi në sy, dhe për herë të parë pas shumë muajsh, ai ndieu diçka që ai kishte menduar se e kishte humbur përgjithmonë. Ai ndieu guxim. Ai tha, unë nuk kam raporte, unë nuk do të raportoj më. Shoku Petro e shikoi me një shprehje të ftohtë. Çfarë thatë? Kadri përsëriti. Unë nuk do të vazhdoj më, unë nuk mund të jetoj kështu, unë nuk mund të tradhtoj më njerëz. Bëni me mua çfarë të doni, por unë nuk do të vazhdoj. Heshtje. Një heshtje e rëndë, e gjatë. Shoku Petro u ul ngadalë. Ai e shikoi Kadrin me një shprehje që ishte e vështirë për t'u lehtësuar. Pastaj ai tha, Shok Roshi, ju e dini se çfarë do të thotë kjo. Ju e dini se çfarë do të ndodhë nëse ju refuzoni të bashkëpunoni. Kadri tundi kokën. E di, dhe jam i përgatitur. Shoku Petro u përqesh. Ishte një të qeshur të ftohtë pa humor. Ju mendoni se jeni përgatitur? Ju nuk keni ide se çfarë ju pret. Por nëse kjo është vendimi juaj, atëherë le të jetë. Ju do të dëgjoni nga ne shumë shpejt. Kadri u ngrit. Ai u kthye dhe doli nga doma. Ai zbriti shkallët. Ai doli në rrugë. Dhe për herë të parë pas shumë muajsh, ai ndieu se ai mund të merrte frymë. Ai kishte thënë jo. Ai kishte zgjedhur të mos luajë më llojin e tyre. Dhe edhe pse ai e dinte se pasojat do të vinin, ai ndieu një lehtësim të çuditshëm, sepse ai kishte marrë përsëri kontrollin e jetës së tij, edhe nëse vetëm për një moment. Por pasojat nuk vonuan. Brenda një jave, Kadri u largua nga teatri kombëtar. Arsyeja zyrtare ishte probleme shëndetësore, por të gjithë e dinin se kjo ishte një gënjeshtër. Kadri nuk kishte probleme shëndetësore. Ai kishte refuzuar të bashkëpunonte. Dhe tani ai po paguan çmimin. Ai humbi të ardhurat e tij, ai humbi vendin e tij në teatr. Ai humbi gjithçka që ai kishte ndërtuar për vite të tëra. Por ai nuk humbi veten. Ai nuk humbi atë copë të vogël dinjiteti që ai kishte gjetur përsëri. Kadri kaloi muajt e ardhshëm në shtëpi, i izoluar, i harruar. Njerëzit që dikur e donin, tani as që e përmendin. Emri i tij u fshi nga programet e teatrit. Fotografitë e tij u hoqën nga muret. Ishte sikur ai nuk kishte ekzistuar kurrë. Por Kadri nuk u ankua. Ai jetoi në heshtje, duke ditur se ai kishte bërë zgjedhjen e duhur.
sa I kishte zgjedhur të ruante shpirtin e tij, edhe nëse kjo do të toshte të humbas gjithçka tjetër. A ja vlen të ruash shpirtin kur bota të ka harruar? A ja vlen të tuash jo kur askush nuk do ta di kur se ti ke qenë trim? Apo a është vetë akti I të tuarit jo, pavarësisht nga pasojat, ajo që na bën njerëz? Në një shtëpi të vogël në periferitë të Tiranës, në një dhomë pa ngrohje ku era e dimrit depërtonte në përcarjet e dritareve, Kadri Roshi kalloi dimrin e vitit 1984. Ai nuk ishte mazjo. Pagën e kishte humbur, teatrin e kishte humbur, miqtë e kishin braktisur, madje edhe bashortja e tij, e lodhur nga vitet e vuajtjes, kishte filluar të fliste për ndarje. Ajo nuk e kuptonte pse Kadri kishte zgjedhur këtë rrugë. Ajo nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur vërtet. Dhe Kadri nuk mund t'ia shpjegonte, sepse si mund t'i thoshte asaj se ai kishte qenë tradhtar, se ai kishte shitur miqtë e tij, se ai kishte jetuar me një faj që e hante çdo ditë. Disa sekrete janë shumë të rënda për t'u ndarë edhe me ata që duam më shumë. Një mbrëmje, desa Kadri u lej vetëm në errësirë, duke dëgjuar zhurmën e erës që u lërinte jashtë, ai dëgjoi një trokitje të lehtë në derë. Ishte vonë, pothuajse ora 10 e natës. Kush mund të ishte në atë orë? Kadri u ngrit me vështirësi, trupi I tij dobësuar mezi lëvizte. Ai hapi derën, dhe pa një grua të mbështjellë me një shall të zi, me fytyrë të fshehur në errësirë, gruaja tha me zë të ulët, "Kadri Roshi?" Ai tundi kokën. Gruaja vazhdoi. "Unë jam motra e Agim Qiriakos, ai që ju raportua te sigurimi." Kadri ngriti, zemra e tij filloi të rrahte fort. Ai donte të mbyllte derën, por këmbët e tij nuk lëviznin. Gruaja vazhdoi. "Mos u friksoni, unë nuk kam ardhur për hakmarrje, kam ardhur për të kuptuar." Vëllai mu dërgua në një kamp pune në veri. Ai vdiq atje pas 6 muajsh, nga I ftohti, nga uria, nga mizoria. Unë dua të di. Pse? Çfarë kishte bërë ai që meritonte këtë fat? Kadri nuk mund të fliste. Fyti I tij ishte I thatë, sytë e tij mbusheshin me lot. Gruaja e shikoi dhe pa dhimbje në fytyrën e tij. Ajo tha: "Ju nuk jeni vetmi, ka të tjerë si ju. Njerëz që u detyruan të zgjedhin midis mbijetesës dhe ndershmërisë, por çdo zgjedhje ka një çmim. Dhe ju po e paguani atë çmim tani, ashtu si vëllai me pagoi atëherë." Ajo u kthye për të ikur, por para se të largohej, ajo shtoi: "Unë nuk ju fal, por unë ju kuptoj. Dhe kjo është më e keqja, sepse kuptimi nuk heq dhimbjen. Ai vetëm e bën atë më të durueshme." Ajo u zhduk në errësirë. Kadri mbeti në prak, duke qarë në heshtje. Ai e dinte se ai meritonte çdo fjalë që ajo kishte thënë. Ai e dinte se ai nuk mund të shpërblente kurrë për atë që kishte bërë, por ai gjithashtu e dinte se ai kishte zgjedhur të ndalojë, se ai kishte zgjedhur të mos shkatërrojë më shumë jetë, dhe kjo ishte vetmja ngushëllim që ai kishte. Në muajt që pasuan, Kadri u përpoq të gjente punë, por askush nuk donte ta punsonte. Emri I tij ishte I njollosur. Ai ishte një njeri I shënuar, një njeri që kishte humbur favorinë e sistemit. Ai u përpoq të punonte si punëtor në një fabrik, por edhe atje, kur menaxheri mësoi emrin e tij, ai tha: "Na vjen keq, por ne nuk kemi vende të lira." Kadri e kuptoi se kjo nuk ishte e vërtetë. Ata thjesht nuk donin të merrnin rrezikun e të punësuarit të tij, sepse të punsoje dikë që ishte në listën e zezë të sigurimit, ishte të ftoje problemet në derën tënde. Dhe kështu, Kadri mbeti pa punë, pa të ardhura, pa shpresë. Ai jetonte me ndihmën e disa fqinjëve të mëshirshëm që I sillnin bukë dhe ushqim her pas here. Por edhe kjo ndihmë ishte e kufizuar, sepse njerëzit kishin frikë. Ata kishin frikë se nëse shihnin duke ndihmuar Kadrin, edhe ata do të bëheshin objektiva. Një ditë, në vjesht të vitit 1985, Kadri shkoi në varrezat e Tiranës. Ai shkoi te varri I nënës së tij që kishte vdekur disa vjet më parë. Ai u ul pranë varrit dhe filloi të fliste me të, sikur ajo të ishte ende gjallë. Ai tregoi asaj për gjithçka që kishte ndodhur, për zgjedhjet që ai kishte bërë, për gabimet që ai kishte kryer, për dhimbjen që ai mbante. Dhe ai e pyeti: "Nën, a do të më falësh ti? A do të më pranosh ti edhe pse un kam bërë gjëra të tmeshme?" Natyrisht nuk erdhi asnjë përgjigje, por Kadri ndjeu një paqe të vogël, sepse ai kishte folur. Ai kishte nxjerrë jashtë atë që ai kishte mbajtur brenda për aq kohë. Dhe edhe pse askush nuk e dëgjoi, akti I të folurit e bëri ata të ndjej pak më të lehtë. Kur ai u kthye në shtëpi atë mbrëmje, ai gjeti një zarf tjetër në nder, por këtë herë zarfi ishte I ndryshëm. Ai ishte I trash, I rënd. Kadri e hapi me kujdes. Brenda kishte një tuf letrash të vjetra të verdhura nga koha. Ishin letra që ai kishte shkruar vite më parë, letra që ai mendonte se ishin humbur përgjithmonë. Letra që ai kishte shkruar lules, dashurisë së tij të humbur. Dhe në fund të zarfit kishte një shënim të shkruar me dorë të dridhur.
Këto I gjeta në gjërat e saj pas vdekjes. Mendova se ju do të doni t'i keni. Ajo nuk ju harroi kurrë. Edhe në fund, emri juaj ishte I fundit që ajo shqiptoi. Një mik I Lules. Kadri lexoi letrat me lot në sy. Ai kujtoi ditët kur ai dhe Lule ishin të lumtur, edhe pse vetëm për momente të vjedhura. Ai kujtoi dashurinë që ata ndan, dashurinë që u shkatërrua nga frika dhe nga sistemi që nuk lejonte asgjë të pastër të mbijetonte. Dhe ai e kuptoi se edhe në mes të gjithë errësirës kishte pasur dritë, kishte pasur dashuri, kishte pasur momente kur ai kishte qenë njeri, jo thjesht një mjet në duart e të tjerëve. Atë natë, Kadri vendosi të shkruante përsëri, jo për t'u raportuar, jo për t'u tradhtuar, por për të treguar të vërtetën. Ai filloi të shkruante historinë e tij, historinë e një njeriu që u shkatërrua nga një sistem që e detyroi të zgjedhte midis mbijeteses dhe ndeshmërisë. Historinë e një njeriu që bëri zgjedhjen e gabuar, por që në fund gjeti guximin për të thënë jo. Ai shkroi për ditë të tëra, për javë të tëra. Ai shkroi gjithçka që ai kujtonte, çdo emër, çdo datë, çdo detaj. Ai shkroi për mikun Besnik, tradhtarin që ai nuk e njihte kurrë emrin. Ai shkroi për shokun Petro dhe për mënyrën se si ai e manipulloi. Ai shkroi për Lulen, për Agjimin, për të gjithë ata që u bën viktimat asaj kohe të errët. Dhe kur ai mbaroi, ai e fshiu atë dorëshkrim në një vend të sigurt. Ai nuk e dinte nëse dikush do ta gjente ndonjëherë, por ai e dinte se ai kishte bërë atë që duhej. Ai kishte treguar të vërtetën, dhe kjo ishte gjithçka që ai mund të bënte. A do ta gjente dikush atë dorëshkrim? A do të dilte e vërteta ndonjëherë në dritë? Apo a do të mbetej ajo e varrosur si aq shumë të vërteta të tjera nga ajo kohë? Në shkurt të vitit 1986, Kadri Roshi u gjeti vdekur në shtëpinë e tij. Ai ishte ullur në karrigen e tij të vjetër, me kokën të mbështetur në mur, me sytë të mbyllur. Në duar mbante një fotografi të vjetër, një fotografi ku ai ishte në skenë duke u duartrokitur nga një sallë e mbushur plot. Shkaku zyrtar I vdekjes ishte dështimi I zemrës. Por ata që e njihnin thonë se ai vdiq nga një zemër e thyër, se ai vdiq nga pesha e fajit që ai mbante, se ai vdiq nga vetmia që I kishte gëlltit. Ai ishte vetëm 52 vjeç, por ai dukej sikur ishte 70. Jeta e kishte konsumuar, sistemi e kishte gëzhyer. Dhe në fund, ai nuk ishte më asgjë për të dhënë. Varrosja e tij ishte e heshtur. Vetëm pak njerëz erdhën, disa fqinj të moshuar, disa kolegë të vjetër që guxuan të shfaqeshin, bashkëshortja e tij që kishte ndarë prej tij disa muaj më parë, por që erdhi për të paguar respektet e fundit. Askush nuk foli shumë. Askush nuk përmendi karrierën e tij të shkëlqyer. Askush nuk tha se ai kishte qenë nderi I kombit, sepse ai emër, ai titull, tashmë ishte I harruar. Kadri Roshi u varros në një cep të varrezave, në një vend të thjeshtë, pa monument, pa mbishkrim të veçantë, vetëm një gur I vogël me emrin e tij dhe datat e lindjes dhe vdekjes, asgjë më shumë. Por historia e tij nuk mbaroi atje, sepse disa javë pas vdekjes së tij, një grua e re erdhi në shtëpinë ku ai kishte jetuar. Ajo ishte vajza e një kolegje të vjetër të Kadrit, një grua që kishte punuar me të në teatr. Ajo kishte dëgjuar tasheteme se Kadri kishte lënë disa shkrime, Dhe ajo donte t'i gjente. Ajo kërkoi në shtëpi për ditë të tëra, dhe në fund, ajo gjeti një kuti të fshehur në ndyshemet e dhomës së gjumit. Brenda kësaj kutie ishin faqet që Kadri kishte shkruar. Dorëshkrimi I tij, I shkruar me dorë të dridhur por me fjalë të qarta, historia e tij, e vërteta e tij. Gruaja e lexoi me frymë të prerë. Ajo qau ndërsa leconte, sepse ajo e kuptoi se çfarë kishte ndodhur. Ajo e kuptoi se Kadri nuk kishte qenë thjesht një tradhtar. Ai kishte qenë një viktimë e një sistemi që e detyroi të zgjedhte midis të keqes dhe të keqes më të madhe. Dhe në fund, ai kishte zgjedhur të ndallojë. Ai kishte zgjedhur të ruante atë që kishte mbetur nga shpirti I tij. Gruaja donte ta publikonte atë dorëshkrim, por ajo e dinte se kjo ishte e pamundur. Sistemi ende ishte në fuci, sigurimi ende ekzistonte, dhe nëse ajo do ta publikonte, ajo do të bëhej objektivi I radhës. Kështu që ajo e fshiu atë dorëshkrim përsëri, por këtë herë ajo e fshiu në një vend ku ai do të ishte I sigurt, ku ai do të priste kohën e dur, kohën kur e vërteta mund të fliste pa frikë. Dhe ajo kohë erdhi, jo me njëherë, por gradualisht, kur sistemi ra, kur muret u rrëzuan, kur njerëzit filluan të flisnin për të kaluarën pa frikë. Dhe atëherë, dorëshkrimi I Kadri Roshit u gjet përsëri, u lexua, u studiua, dhe e vërteta doli në dritë. Por çfarë ndodhi me mikun Besnik? Kush ishte ai që e tradhtoi Kadrin? Emri I tij nuk shfaqet në dorëshkrim. Kadri nuk e dinte kur me siguri, por ka indicje.
Ka raporte që tregojnë se Miku Beznik ishte një aktor i njohur, dikush që punonte pranë kadrit, dikush që ai e besonte. Disa thonë se ai ishte Petrit Mallaj, aktori që e zëvendësoi kadrin në shumë role. Të tjerë thonë se ai ishte dikush tjetër, dikush që ende jeton. Dikush që eca në rrugët e Tiranës me një sekret që e djeg çdo ditë. Por e vërteta nuk është zbuluar kur plotësisht. Dosjet e sigurimit u hapën pjesërisht, por shumë dokumente u dogjen, u fshin, u zhduken. Dhe kështu, Miku Beznik mbeti një hije, një emër pa fytyrë, një tradhtar pa identitet. Por a ka rëndësi emri? A ndryshon diçka nëse ne e dim se kush ishte? Apo e vërteta më e madhe është se sistemi krijoi mira Miq Beznik, se ai detyroi njerëzit të tradhtojnë njëri tjetrin për të mbijetuar, se ai shkatërroi besimin, dashurinë, miqësinë? Kadri Roshi ishte vetëm një nga mijëra viktima, por historia e tij është e veçantë, sepse ai ishte nderi i kombit. Ai ishte njeriu që një kombi tërë donte. Ve shkatërrimi i tij tregon se askush nuk ishte i sigurt, se edhe ata që duken më të fuqishëm, më të dashur, më të mbrojtur, mund të bien, mund të thyen, mund të shkatërrohen. Sot, në Teatrin Kombëtar të Tiranës, ka një pllak të vogël në mur. Në të shkruhet: Në kujtim të Kadri Roshit, aktori që dha gjithçka për artin e tij. Por kjo pllak nuk tregon gjithçka. Ajo nuk tregon për dhimbjen që ai vuajti, për zgjedhjet e vështira që ai bëri, për fajin që ai mbante, për guximin që ai gjeti në fund për të thënë jo. Ajo vetëm tregon emrin e tij, dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme, sepse emri është gjithçka që mbetet nga ne në fund. Emri dhe kujtimi i atyre që na donin. Kadri Roshi nuk ishte një hero, ai nuk ishte një shenjtor. Ai ishte një njeri me dobësi, me frikë, me gabime. Por ai ishte gjithashtu një njeri që në fund gjeti forcën për të qëndruar për atë që besonte, edhe kur kjo do të thoshte të humbas gjithçka, edhe kur kjo do të thoshte të mbetej vetëm, edhe kur kjo do të thoshte të harrohej. Dhe ndoshta kjo është mësimi më i madh i historisë së tij, se vlera e një njeriu nuk matet nga suksesi i tij, nga fama e tij, nga duartrokitjet që ai merr, por nga zgjedhjet që ai bën kur askush nuk po shikon, nga guximi që ai tregon kur gjithçka është humbur, nga dinjiteti që ai ruan kur bota e ka braktisur. Pas rënies së regjimit komunist në vitin 1991, shumë dosje të sigurimit u hapën. Familjet filluan të mësonin të vërtetën për të dashurit e tyre. Ata mësuan se kush i kishte tradhtuar, se kush kishte raportuar për ta, se kush kishte qenë mik dhe kush kishte qenë spion. Ishte një kohë e dimshme, sepse e vërteta nuk sjell gjithmonë ngushëllim. Ndonjëherë ajo sjell vetëm më shumë dhimbje. Shumë njerëz zbuluan se miqtë e tyre më të ngushtë, madje edhe antarët e familjes, kishin punuar për sigurimin. Dhe kjo zbulimi shkatërroi, sepse si mund të besosh përsëri kur ke mësuar se ata që ti i besoje më shumë të tradhtuan. Por kishte edhe histori shprese. Kishte njerëz që si Kadri kishin thënë jo, që kishin refuzuar të vazhdojnë, që kishin zgjedhur të ruanin shpirtin e tyre edhe me çmimin më të lartë. Dhe këto histori filluan të rrëfehen, jo në gazeta zyrtare, por në biseda private, në libra të vegjël të botuar nga shtëpi të vogla botuese, në dokumentar të bërë nga të rinj që donin të dinin të vërtetën. Historia e Kadri Roshit u bë një nga këto histori. Ajo u rrëfje, u diskutua, u analizua, dhe njerëzit filluan ta shihnin atë ndryshe, jo si një tradhtar, por si një viktim, si një njeri që u detyrua të bëjë zgjedhje të pamundura në një kohë të pamundur. Sot në Shqipëri, emri Kadri Roshit është i njohur përsëri, jo si ndiri i kombit, por si një simbol i asaj kohe të errët, një simbol i asaj se çfarë ndodh kur një sistem vendos frikën mbi dashurinë, dyshimin mbi besimin, tradhtinë mbi besnikrinë. Të rinjt mësojnë për të në shkolla, ata lexojnë për jetën e tij, për zgjedhjet e tij, për fatin e tij, dhe ata pyesin: çfarë do të bëja unë në vendin e tij? A do të kisha guximin për të thënë jo, apo a do të zgjidhja të mbijetoja pavarësisht nga çmimi? Këto janë pyetje të vështira dhe nuk ka përgjigje të lehta, sepse ne të gjithë duam të mendojmë se ne do të ishim heronj, se ne do të qëndronim për atë që është e drejtë. Por e vërteta është se shumica prej nesh nuk e dim se çfarë do të bënim derisa të jemi në atë situatë, derisa të përbalemi me zgjedhjen midis mbijetesës dhe ndeshmërisë, midis familjes sonë dhe parimeve tona, midis jetës dhe dinjitetit. Dhe kjo është arsyeja pse historia e Kadri Roshit është aq e rëndësishme, sepse ajo na kujton se ne të gjithë jemi të cenueshëm, se ne të gjithë mund të tyjemi, por ajo na kujton gjithashtu se ne të gjithë kemi zgjedhje, se edhe në errësirën më të thellë ne mund të gjejmë një shkëndij drite,
Se edhe kur gjithçka është humbur, ne mund të zgjedhim të ruajmë atë që na bën njerëz. Por çfarë mendoni ju? Miqtë e mi, a ishte Kadri Roshi një hero apo një tradhtar? A ishte ai një viktimë e sistemit apo një bashkëpunëtor i tij? A meritonte ai faljen për zgjedhjet që bëri në fillim apo dënimin për tradhtinë që kreu? Këto janë pyetje që secili prej nesh duhet t'i përgjigjet vetë, sepse historia nuk është e bardhë dhe e zezë. Ajo është e mbushur me nuanca gri, me zgjedhje të vështira, me njerëz që bëjnë gabime, por që gjithashtu gjejnë guximin për të ndryshuar. Kadri Roshi jetoi në një kohë kur të thuash të vërtetën ishte një krim, kur të besoje dikënd ishte një rrezik, kur të doje dikënd ishte një dobësi. Ai bëri zgjedhje që ai u pendua për to, por ai gjithashtu bëri zgjedhjen përfundimtare për të thënë jo, për të ndaluar së tradhtuar, për të ruajtur atë që kishte mbetur në shpirti i tij, dhe për këtë ai pagoi çmimin më të lartë. Ai humbi gjithçka, por ai fitoi diçka që askush nuk mund t'i merrte, dinjitetin e tij. A e mbani mend ju Kadri Roshin? A i njihnin ju ata, ose prindrit tuaj, ose gjyshrit tuaj? A kishte ai ndikim në jetën tuaj, në qytetin tuaj, në kujtesën tuaj? Shkruani në komentet më poshtë, na tregoni historinë tuaj, na tregoni se çfarë mendoni për këtë njeri që ishte një herë nderi i kombit dhe që u bë një hije harruar. Sepse kujtesa është gjithçka që na mbetet, dhe nëse ne harrojmë, atëherë ata që vuajtën, ata që u shkatërruan, ata që u sakrifikuan, do të vdesin për herë të dytë. Dhe kjo do të ishte tragjedia më e madhe e të gjitha. Nëse kjo histori ju preku, nëse ju bëri të mendoni, nëse ju kujtoi diçka nga e kaluara juaj ose e familjes suaj, atëherë lini një koment, ndani mendimin tuaj, ndani kujtimin tuaj, sepse vetëm duke folur, vetëm duke ndarë, vetëm duke kujtuar, ne mund të sigurojmë se e kaluara nuk harrohet, se mësimet e saj nuk humbasin, se viktimat e saj nuk vdesin kot. Dhe mos harroni të lini një pëlqim nëse kjo histori ju interesoi. Abonohuni në kanalin ton për më shumë histori si kjo. Histori të vërteta, histori të dhimbshme, histori që duhet të rrëfehen, sepse e vërteta, sado e dhimbshme të jetë, është gjithmonë më e mirë se heshtja. Faleminderit që na dëgjuat, dhe kujtoni, historia nuk është vetëm e kaluara, ajo është gjithashtu një pasqyrë së tashmes, dhe një paralajmërim për të ardhmen.